që duan të ndjekin kanalin çdo ditë, ju lutem subscribe, abononi, falas, nëse doni members me pagesë, ndihmon më shumë fokusin, dhe tek ato ikonat ku është zilja për notification, klikojeni dhe çdo ditë ju vjen tek ju ajo që ne realizojmë këtu. Natyrisht që për shqiptar amerikanët emisione shumë e plot në kanalin Focus TV. Do të mundohemi ta kemi më të plot edhe këtu në YouTube. Gjithandej media e pavarur kështu funksionon. Aq më tepër që në Shqipëri Rama ka blerë çdo gjë dhe nuk ka media të lirë për njerëz shitur, fatkeqësisht. Do të flas sot për këmbë zbuluarën me minifund ambasadorën skandaloze amerikane në Athinë që Ajatollahu Tiranës, i veshur si iranian Rama, çfarë po ndodh në Iran dhe a e mbaron do të pranverën Rama si kryeministër, do të riqet vetë për arsye shëndetësore, familjare, apo nga trysnia pafund e spakut me arrestim të lindës Urrelit, vllajt Zibrakut dhe të tjerë nga familjarët e tij tek Akshi. Ç'po ndodh në Iran? Presidenti Trump duket se nuk i ka dhënë shumë rëndësi ndërtimit të kesit të kësaj lufte që në fakt është një operacion ushtarak përpara popullit amerikan dhe para Kongresit. Pra nuk ka vepruar siç kanë vepruar presidentët e tjerë, por Trump është atipik. A janë shkatruar raketat, dronet dhe bazat ushtarake iraniane, ashtu siç thotë doti Trump? Nuk besoj. Por natyrisht që mbi 50% e raketave, dronëve, bazat ushtarake janë kthyer në plur falë dhe potencës falë të madhe ushtarake të Izraelit. Është goditur elita ushtarake. Trump ka një qasje ndryshe. Kërkon të shkatrojë gardën kombëtare revolucionare islamike, por ka toleruar atë që quhet ushtria kombëtare, Artesh, të cilët kanë për detyrë të mbrojnë kufijtë e Iranit, ndërsa garda revolucionare islamike mbron ajatollat dhe elitën politike si garda e Enver Hoxhës e Ramës. Sepse Trump ka një ide që mund të vazhdojë të drejtojë Iranin duke mbështetur te këta njerëz që duan vendin, iranian perë që duan atë dheun, pra të mos kemi një skenar të dytë si në Irak. Në pjesën e fundit do të merrem shumë Iranin. I kthehen edhe një herë vizitës skandaloze të ambasadores problematike, e cilësuar si Margarita Girl Pianece, ishte fejuar e djalit llastuar Trump, portorikania Kimberly, e cila me vete kishte një biznesmen grek, i përfolur si dashur i saj, lajmet roz, Alex Exarchou, një nga biznesmenet e mëdhenj, i cili është futur shumë në construction, ndërtime, dhe kërkon Delvina Gas. Problemi është se gzyra e prokurorit publik Bashkimit Evropian ka nisur një rishikim gjyqësor ndaj korrupsionit prej tij. Nuk ka përfunduar ende që të shkruajë një gjyq, por është person në hetim. Ky person sjell këmbë zbuluar në Kimberly tek zyrat e kryeministit shqiptar, i cili ka pritur deri vonë në zyrë dhe si takime natë është përqafuar me njeriu problematik, edhe pse ka titullin e madh ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E thash edhe një herë, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Malizi, Serbia nuk kanë ambasador amerikan. Më mirë të mos kemi ambasador amerikan se sa një ambasador e tillë që ka Greqia. Natyrisht ajo ka pasur lidhje dikur me familjen Trump, nuk i ka. Sepse Trump nuk mund pranonte që në fotografitë familjare të dilte mbretëresha e Botoxit, gjysmë e zhveshur si gjithmonë, po të shikosh nusët e djalit, vajzave, Trump nuk lejon askund të vishet në mënyrë skandaloze. Dhe u gjet diçka për ta internuar me një pompozitet
me titull të madh ambasador. Janë shumë se 19 vende pa ambasador në diplomacinë e re. Zoti Trump, i cili ka shkatruar çdo lloj logjike, dikur ka qenë 10% deri në 20% emrime politike në diplomaci si ambasador, sot kanë shkuar në 90. Shqipëria vazhdon ende në nivel legal, pa ambasador, po siç u thash, edhe ja përsëris edhe një herë. Jemi ne, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Malizi, Kosova, Serbia, që nuk kanë ambasador. Pra, nuk është rast vetëm për ne. Rubio, edhe pse mbështetet nga Trump, të paktën publikisht, nuk e kontrollon dot burokracinë e madhe të Departamentin Amerikan të Shtetit me rreth 27.000 vet, ku 99% janë Hurricane and Company. Kultura korporative të Departamentit Amerikan të Shtetit ultra e majt radikale. Ajo që quhet Deep State dhe rezistenca e madhe që bëhet nga zoti Trump ndaj ai është atipik, ashtu si nuk pyeti për luftën në Iran, as BE, as NATO, edhe pse tani po kërkon që t'i japin mbështetje. Sa do të zgjasë kjo luftë? Natyrisht që fillimisht u tha 4 javë deri në 6 javë, ende janë vetëm 2 javë. Nuk është e lehtë të fitosh një luftë rrufe. Por nëse bën një krahasim, lufta e Trumpit, ku në mënyrë brillante janë generalet, aspekti ushtarak i Pentagonit, jo drejtimi politik, ndryshon nga lufta e teme e Putinit, ku janë vrarë mbi 1 milion rus dhe 300.000, 400.000 ukrainës. Lufta e re nuk kërkon trupa në tokë, sepse Trump nuk do të bindet nga gabimin e Bushit në Irak. Kur kanë vrarë kokën e gjarprit në Venezuelë, CIA ka kërkuar ndihmë nga një ish bashkëpunëtor i tyre, i cili ishte kreu i Chevronit në Venezuelë, Ali Moshiri, dhe i ka thënë: mos mbështesni opozitën në Venezuelë, sepse do t'ju përsëritet skenari në Irak, apo në Libi, do të shkatroni vendin dhe kriza s'merr fund kurrë. Dhe Trump u troq. E njëjta gjë do ndodhe në Iran. Fillimisht tha jemi për ndryshim regjimi. Më i dobët se këtë radhë Irani s'do të jetë kurrë. Se deri ku do shkojë zoti Trump, nuk dihet. Këtë radhë betejë më shumë drejtohen nga inteligjenca artificiale. Me inteligjencën artificiale, me software-et, vendimi për të bërë një bombardim merr nga 10 deri në 20 sekonda, ndërkohë që generali mund të mendonte deri në 20 minuta. Por kjo të çon edhe në gabime, siç ishte vrasja e 140 fëmijëve në një shkollë që ishte ngjitur me një bazë ushtarake, por vendimi është marrë pikërisht nga ky software. E turpshëm mënyra se si u përgjigj Trump. Përgjegjësia është amerikane. Natyrisht që ka të dëme kolaterale. Por për një vrasje të pafajshme, një njeri me matematik krijon 12 armiq të tu në çdo vend. Pra ti qoftë se vret 1 milion iranian, 12 milionë ke kundër. Sa janë vrarë, janë disa mijë. Izraeli nuk do të tërhiqet edhe në qoftë se zoti Trump ndalon. Ajo që po ndodh me Hormuzin është një përplasje e madhe, sepse në ishullin ku është gjithë infrastruktura e naftës Iranit, në qoftë se Trump e godet, Irani nuk shet dot $40 miliardë në vit që fiton nga nafta. Sa do duroj Trump në rritjen e çmimit benzinës dhe të gazit në një vit mes mandat? Ja kam thënë që janë 3 variante. Varianti i parë që të përmbytej qeveria, të vinte një figurë nga jashtë, dhe të ishte fitore madhe. Varianti i dytë i Venezuelës, të goditet koka e gjarprit, të mbahen ata arteshët. Varianti i tretë, fituan fitore fantastike dhe të hik. Ka shumë gjazat ndodh kjo e fundit. Problemi është të them edhe një herë që nuk ka sekretar të mbrojtjes me kapacitet siç kishte Mattis, general me 5 yje, siç thonë, si mund të ishte Pompeo. Ka një figurim që krijon probleme. Por shefi shtab, generalet janë në lartësinë siç i ka Pentagoni gjithmonë. Ata duan vetëm viston e Trump, i cili duket se ka një përplasje me zëvendës presidentin J.D. Vance. J.D. Vance i përket atyre njerëzve që janë kundër luftrave, as premtimeve që mbajti zoti Trump fushat. No more wars.
Shumë thonë që a do t'i Rama, do të vetëvritet politikisht, do të abrasin politikisht, apo do të bëjë pazar për arsye shëndetësore. Sa herë që ka kriza të mëdha, diktatorët e vegjël përfitojnë. Marrin oksigjen, nuk ka kohë njëri të mendoj për ne. Pra dhe një skandal, kur një ambasadore e një vendi tjetër vjen në një vend fqinj, kalon pa një deklaratë të hapur, si nga ambasadë jonë, por dhe nga departamenti amerikan i shtetit, nga zyra e shtypit, me të cilë të në kontaktoj rregullisht. Sepse është skandalose. Tek faqja e saj zyrtare nuk ka asgjë. As Rama gjithashtu. Duket që ishte vizit private në weekend, mbas një klubi natë ndihmar, por ai biznesmeni grek tregon që edhe zyrtarë amerikanë korruptohen. Po, korruptohen. Ka korruptim politik, ka dhe korrupsion ekonomik, por shefi i stacionit i CIA-s, si në Tiranë, ai në Greqi, po dhe në Bullgari nga mbulohet zona e Shqipërisë, informojnë dhe deep state i funksionon. Edhe pse ti mund të jesh nga fëmijët e llastuar Trump, apo nga ish e fejt llastuar, kjo nuk të mbron. E pam se si nëse Trump dhe mund t'i falë, se çfali Bidenin, por turpi nuk e heq dot me vjedhjet e fëmijëve, siç ishte rasti i Hunter Biden, i lidhur me duçkën e Ramës. Spak nuk e kanë dalur hovin dhe mbështetet paguhet nga amerikanët. Rama e di mirë që në ndrysnin e lindave do t'i iki vetë në mënyrë të turpshme. Është kapur keq në vjedhje. Ai mund thotë që vjedh vetëm unë. Kanë vjedhur ata përpara meje, do të vjedhin ata pas meje. Vjedhet në Amerikë, shikoni ç'bën Trump. Ç'bën kushtin me miliardë dollar të vjedhura në Katar. Nuk funksionon kështu. Rama do të përgjigjet, ka përgjegjësi se ka shkatruar një forcë politike që ishte aset për Shqipërinë. Nuk është Parti Socialiste. Ka larguar doktorët, profesorët, janë gjithë këshilltarët e tij të bashkisë. Ajo që nga pastruese arritën në zëvendëskryeministre, të futur edhe nga inteligjencat e huaja, apo zviceriani Ametaj, e shumë të tjerë. Është një band, një grup i strukturuar kriminal kusar. Miliarda dollar të vjedhura, me qindra milion parat pastruar të Abi Bank, ku është Linda Sureti. Me miliarda dollar të call center, ku janë familjarët e tij. Korrupsioni, kur ti ke një pushtet absolutisht i korruptuar. Por ata që vendosin, natyrisht janë shqiptarët. Ju dhash për para disa ditëve një intervistë që kanë pasur me Liliana Hoxhën dhe ajo që në 2005 në thoshte Edi Rama terrorist. Edhe pse e di shumë mirë që Nexhmia e afroi dhe nuk ishte nana ai që e katapultoi. Nuk është asgjë rastësi në atë grupim që është trashëgimtar e një partie që e ka mbajtur pengat vend mbi 40 vite. Unë mbetem asaj që Shqipëria ka nevojë për një republikë të re, kushtetutë të re, parlament të ri, sistem zgjedhor të ri. Është absurde që në atë pozicion gjeografik shqiptarët janë të varfër dhe të pasurohen vetëm mediokrit e Ramës dhe kompani. Shpresoj që sa më shpejt përfundoj operacioni ushtarak në Iran. Do të ishte rezultati më fantastik në qoftë se shkatroi regjimi dhe Irani kishte mundësi të drejtojë ndryshe. Por frika e skenarit Irakut dhe i Libis nuk do të shkojë deri atje. E majta këtu e sulmon Trump në mënyrën skajore, ofenduese, Hitler, nazist, idiot, ignorant, kriminal. Harrojnë që Obama bombardoi për 7 vite rresht Libin, edhe ditën e fundit kur është larguar nga shtëpia e bardhë, mbi 8000 bomba i hedhur. Dhe ajo që ndodhi, pse u fuqizuan ajatollahët, është se
fillimisht ju dha $400 milion cash. Pastaj $1.3 miliard cash nga interesat, $1.7 miliard që i dha Oksigen të madh. Nuk mjaftoi këtu. Kur erdhi Bideni, i dha $6 miliard para të ngrirura, para janë rreth $7 miliard të dhëna. Por ata mund të thonë që me $7 miliard ne për 10 vjet nuk lejuam që Irani të prodhonte armë bërthamore. Më shumë se $10 miliard janë shpenzuar tani në luftë. Por në qoftë se goditja do të jetë e tillë që përfundimisht të iki ky rrezik, kjo do të ishte të mirë në të gjithë sistemin në rendin botror. Natyrisht që ka dhimbje, çmimet e naftës së shëritën. Sa do të jetë tërësnia Wall Streetit, se fundit, ky sistem është sistemi sipërmarrjes lirë dhe sipërmarrësit dhe mëdhenj kontrollojnë. Jo aq shumë politika. Si dikur McCain thoshte që presidenti është një menaxher. Janë lobet dhe kam frikë se këtë radhë lobi kompleksi industrial ushtarak do të donte që luftat mos ndalonte kurrë, të vazhdonte si në Irak, në Iran, por Trump këtu është merita. Dhe e thash dhe dje që jo çdo e keqe ka një të mirë. Duke pasur një idiot ignorant diplomaci si Kushner, si negociator, erdhëm këtu. Trump bëri atë që 8 presidentë se kanë bërë. Edhe njëherë kujtoj që subscribe te kanali, pra abononi, falas, members është me pagesë që ose doni, ndihmoni, dhe tek ajo shenja e ziles, notification, klikojeni që t'ju vinë notifikime çdo ditë. Të kemi komunikim, mund të drejtoni pyetjet tuaja tek emaili focus1.georgio@yahoo.com. Dhe unë përgjigjem. Thanks. Kudo në Shqipëri. Pak termin e bisedës, unë do t'ju them një emër dhe do doja nga ju o një fjalë ose dy një përkufizim. Për shembull, Ramiz Alia. Me një fjalë. Nyja plak e agjenturës shqiptare të vjetër edhe të re. Edi Rama. Terrorist. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Enver Hoxha. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar lënë më njanë ideologjinë dhe komunizmin. Hysni Kapo. Para rendës i Ramiz Alis. Bamir Topi. Gjë e bukur shqiptare. Sali Berisha. Delirant pushteti. Kadri Azbiu. Pjesë e agjenturës. Xhelil Gjoni. Pjesë e setit, pjesë e kupolës, Alia Kapo Xhuglini. Vito Kapo. Një nga 3 të kupolës. Elir Meta. Fshatar, ambicie fshatari për pushtet. Fatos Nano. Hor pushteti. Spartak Ngjela. Pjesë e klanit Ramiz Alia, Vito Kapo dhe Xhuglini.